Ky emision përmban vendosje të produkteve. Shëndetje shikues të nderuar, sot ose themi gjatë kësaj jave do t'jeni me mua dhe recetat e mia. Saktësisht se çfarë do të bëjmë, me sa gram, me sa lug nuk e di, sepse unë gatuaj si gjithë shqiptarët me tamin. Po, si pikë e parë për këtë ditë kemi zgjedhur brusketa me avokado, tuna dhe hudër. Tu e pas parasysh që shumë nga ne edhe jemi duke i ndjekur ndeshjet e kampionatit evropian të futbollit, kështu që këto brusketat janë shumë të mira si appetizer ose si ushqim kështu që shërbehet edhe hahet me dorë, si finger food. Të fillojmë me përgatitjet, pra e marrim avokadon, e qërojmë, e ndajmë në gjysmë, i heqim bërthamën, ndërkohë që tunën e kemi vendosur këtu, e kemi bërë gati. Këtë do ta prejmë që të na e zej kjo pjata më mirë. Është pak e vështirë kur gatu në për kuzhinat huja, po s'ka problem. Kjo mund të shtypet ose në blender, ose edhe qështu. Lolën e kam këto asistente, për ndryshe ndodhe dhe në shtëpi, edhe shpesh që unë gatuj Lola hanë shumë mirë, kështu që këtë funksion, këtë rol e ka. Kemi me përdor në emir mes? Për Po, biber, si. Ok, tash. Diçka? Ja, se këtu vetëm duhet në rresh ose në cepa. Sa për me konë ma crispy. Vaj ulliri pastaj, a? Vaj ulliri këtu. Kur s'ki kohë për shembull, këta mund është me bodhe në blender. Po, në këtu me që kemi kokën e kate, e bojmë shumë e duke. Manual. Se mirë po. A bëm ja nis me hongër pa i bu. Mua e kena qita ma kërë. Pa i mira në kërkupak. Po jo, ti pa tjetër. A bën? Për shatë mu një eftu me këto. Po pret njerë kur ti Që përgatit. vish po të kalze ako ata më në kryp. Okej, haj. Edhe pak. Dobrze. Po, Po thua? po. Sa unë për kryp s'kom Kjo e kanuar. përdor pak ma shumë krypën se që duhet, kështu që... Qyraj në rishk, Lola që ato bukë ma si ka qëllu shpëriti pak ma nga. Edhe pak në shta. Se qëto janë bukë. Para me në lumjës që keni me hongër. E pse s'mi ke bu asë njerë në shpit shtu. Kom- A u dosh me të pitë këta në emision. E kom rujt këta befasi. Qëtu anë avi? Më dosh një shtu këta. Jo, po më duket. Që kjo u bu pak si puretash. Edhe i nxjerrim prej furrës bukat. Më po në muri, nuk më shkoj marja që më bojnë që ka të mira. E mja pas qitë pak vaj ulliri bukës, me zbut. Jo se Ajo. buka zbutë, vetë dhe buka
poenta pse rrish këtë buka për brusketa është me kon crispy. Edhe kjo avokado ka boll vaj vet. Okej. Edhe është vaj tunës aty kur e kemi nxjerr prej konservës. Kështu që s'mendoj që duhet më shumë. Dhe marrë një pjatë me qitë. Po. Dhe në fund ja hedhim pak shusa përshije, pak rigon, magdanoz, kopër, varet se çka ju pëlqen më shumë. Unë më shumë të në kuzhinë e përdori koprën, për arsye se më pëlqen. Edhe kjo është pjata që kemi përgatit për sot. Pra ishte brusketa me puren e përgatitur nga tuna, avokado, hudër, biber zi dhe pak krip. A pe provojmë? Po. Hajde.